E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta, falenderime që burojnë nga thellësia e shpirtit. Zoti ynë, ty të qofshim fal, lavde e madhrime pa fund për çdo mirësi e begati që fale e dhurove. Ja Allah, ti që ke në dorë gjithçka, shtoje mirësinë dhe begatin për gjithë secilin prej nesh. Ja Rabbi, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative, ti e më i madhi bujar. Zoti ynë, orientoj zemrat tona dhe shpirtrat tanë për në rrugën e drejtë për tek më e mira. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi. Ti ai që ke në dorë zemrën e gjithkujt, ja Allah. Atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga udhëzimi yt, subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti, është vetëm Zoti i gjithësisë, i vërteti Allahu xhalleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes tij, shokëve tij. Ja Rabbi, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Lutja në Ramazan. Lutja, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, është prej adhurimeve më të bukura dhe më madhështore që njeriu mund të bëjë në raport me Zotin e tij. Është adhurim që përjetohet edhe ndihet me të gjithë qenien tënde, me të gjithë prezencën tënde, del dhe buron nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës. Njeriu me shumë përulësi dhe me besim, me siguri të madhe, duke shpresuar shumë, i drejtohet krijuesit të gjithçka, i atij që ka në dorë gjithçka. Dhe në çdo orë ose çdo moment të natës ose të ditës. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thoshte: "Ed-du'a mukhul ibada." Lutja është esenca, është ajka e të gjithë adhurimit. Aq shumë e ndjeshme dhe sensitive dhe shpirtërore është çështja e lutjes, sa që Zoti bujar dhe i mëshirshëm na garantoi që kushdo që është në hall ose në siklet, ose kushdo që ka diçka që e mundon, ose ka objektivat e tij, ka planet e tij, dhe ka nevojë për suport, e me shpirt i lutet Allahu xhalleshanuhu, Zoti do t'i japi përgjigjen, i garantoj përgjigjen atij për lutjen e tij. Ammen yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su. Kush është ai i cili i përgjigjet lutjes së dikujt që është në nevojë ose në hall të madh dhe e largon situatën e keqe, i largon situatat e vështira dhe i ndron ato me situata të mira dhe të këndshme. Aq shumë është i rëndësishëm ky raport midis krijesave dhe krijuesit dhe Allahu xhalleshanu. Dhe aq ekskluzivitet ose ekskluzivisht e mori Zoti xhalleshanu lutjen për veten e tij, sa që neve me tekstet qarta na ndaloi Allahu xhalleshanu që ky adhurim ose kjo ndjesi t'i falet dikujt tjetër përveç Allahu xhalleshanuhu, pra prej njeriut, ta ketë në raport me dikë tjetër përveç Allahu xhalleshanuhu. As vëndet mira, as profet, as engjëll, as njerëz dashur të Allahu xhalleshanuhu, as varre, as pemë, as idhuj, as gjë tjetër, vetëm me Zotin xhalleshanuhu drejt për drejti, as me njeriun që drejton namazin ose askush drejt për drejti me Allahun xhalleshanuhu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nuk deshi Allahu xhalleshanu as një ndërmjet në këtë marrëdhënie kaq të ngushtë dhe kaq të bukur që Zoti xhalleshanu i hapi derën çdo kujt prej nesh dhe tha: Zoti yt, lutmuni e unë do t'ju përgjigjem juve. Mori përsipër përgjigjen: Fala tad'u ma Allahi ahada. Mos lusni askën tjetër përveç Allahu xhalleshanuhu. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Përpara, në kohën që u dërgua Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, kishin idhuj të cilëve ju lutishin dhe i thonin: këta neve na ndërmjetësojnë tek Allahu xhalleshanu, se ne nuk i lutemi dot drejt për drejt i Zotit, po duhet kalojmë nëpërmjet këtyre ndërmjetësave. E Allahu xhalleshanuhu neve na ndaloi këtë lloj ndërmjetësimi, duke e prerë rrugën e ndërmjetësimeve dhe tha: drejt për drejt i drejtojuni Allahu xhalleshanuhu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum shay'an wa la yanfa'uhum
wa yaquluna haula'i shufa'una 'inda Allah. Dhe ka prej tyre të cilët i luten gjërave që as dëm dhe as dobi nuk sjellin dhe thonë që këto janë ndërmjet Satan për tek Allahu xhelle shanuhu. Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard. A mos vallë juve po i tregoni Zotit xhelle shanuhu diçka që ai nuk e din në qej dhe në tokë, subhanallahu el-azim. Pra në formë retorike që nuk ka nevojë Zoti xhelle shanuhu t'i tregoni asgjë, po kjo është rruga drejt për drejti nga shpirti dhe nga zemra me ju lut Allahu xhelle shanuhu. Lutja është ilaçi për zemrën dhe për shpirtin. Ajo jep njeriu një suport shpirtëror të paimagjinueshëm. Imagjino ti ke një kërkesë, ti ke një lutje dhe i drejtohesh atij që ka në dorë çdo zgjidhje dhe gjithçka. I drejtohesh Zotit të gjithësisë, ndërkohë që ti i drejtohesh me lavde e me falënderime për të mirat edhe për begatit që Zoti xhelle shanuhu të fali. Dhe ti duke u lut mendon me veten tënde, o Zot, sa i mirë që je me mua, sepse po më dëgjon drejt për drejti lutjen time, ja Allah. E mendon këtë gjë dhe ke parasysh se ke përpara teje ose ke sipër teje një Zot që është më i madh i bujar, dhe ai jep pa hesab dhe kënaqet me lutjen tënde. Kur lutesh, të vjen ndërmend hadithi i profetit alayhi salatu wassalam, inna Allaha hayyun karim yastahi idha rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn. Me të vërtet Allahu xhelle shanuhu ka turp, i vjen turp Zotit me madhështinë e vet, subhanallahu el-azim, larg metave është ai. Sa ai është bujar i madh, nëse robi i ngren duart ja kthej duart bosh robit ti. Nëse i lutesh dikujt se ka problem me të thënë jo. Nëse i përgjërohesh dikujt dhe nuk e ka problem me t'i njëru. Nëse i ngren duart tek Allahu xhelle shanuhu, Allahu ka turp të t'i kthej duart bosh. Ti po lutesh dhe e mendon kët. Gjithashtu mendon se Zoti, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, është më i dashur me ty se sa prindi ose nëna me fëmijën. Gjithashtu ti lutesh dhe mendon se profeti alayhi salatu wassalam na ka thënë lutuni me siguri dhe kërkojani Zotit xhelle shanuhu me insistim kërkesat e juaja, sepse ai është më i madh i bujar, ai jep pafund dhe jep pa limit për atë që don. Vetëm kjo që po themi neve, sa qetësi i fal njeriu në shpirt edhe në zemër, subhanallahu el-azim. Kur të lutesh, mendoje se Allahu xhelle shanuhu ty ta hapi derën e lutjes dhe jo më kot. Profeti paqja e Zotit qoftë me të thot, atij që Zoti i hapi derën e lutjes, i ka hap derën e përgjigjes. Pra nuk të çoj Zoti ty dhe nuk të futi në këtë adhurim, në lutje vetëm se deshi që ti ta lusësh Zotin dhe të përgjigjet ty për lutjen që do t'i bësh. Ai e ka ditë se çka ke nevojë ti. Ai e ka ditë se çka do t'i kërkosh ti. E me mirësinë e tij dhe me bujarinë e tij ta hapi derën dhe të bëri prej atyre që i lutesh Zotit, ta inspiroj lutjen edhe ta mundsoj lutjen që të përgjigjet për lutjen tënde. Profeti alayhi salatu wassalam thoshte, lutjuni Zotit me vetëdosmëri dhe me këmbgulje, sepse Zoti i dëgjon fjalët dhe lutjet tuaja dhe ai është bujar i madh. Nuk bezdiset as pak Allahu xhelle shanuhu nga kërkesat e shumta. Ti ke të bësh me një Zot i cili nuk ka asnjë nevojë për krijesat e tij. Ose thën troçe dhe shqip, nuk ka asnjë interes nga ti. Vetëm thjesht kënaqet me lutjen tënde dhe me adhurimin tënd. Dhe është kënaqësi për Allahun xhelle shanuhu që të t'japi, të falë sa ai është më i madh i bujar. E ke pa në këtë botë, në këtë dynja kur ka njerëz që janë shumë bujar. Thot si s'm ke ardhi i herë, thot, me më kërku diçka më. Edhe sa i kërkon diçka, t'jep 3 gjëra, jo 1. Sepse e ka në karakterin e vet që të t'japi, të të nderoj dhe nuk don as i shpërblim, se është njeri i mirë, është njeri i fisshëm. E thash këtë që të afroj pak pamjen, edhe që të afrojmë neve, pra të afrojmë të kuptosh se çfarë bëhet fjalë me Allahun xhelle shanuhu që nuk ka lidhje me krijesat. Imagjino të kënaqet Zoti xhelle shanuhu prej teje. I kërkon një dhe t'jep pa limite dhe pa fund, subhanallah. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam na nxiste që ne të shtojmë lutjet.
Mos e lut shumë, thot birin e Ademit, dikush prej poetëve, sepse ai mërzitet, 1 herë ta jep, 2 herë ta jep, 3 herë, 4 herë, thot, po thot e boni rrugë. Bezdiset i biri i Ademit nga lutjet dhe nga kërkesat. Wasalil ladhi abwabuhu la tughlaqu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa idha sa'alta bani Adam yaghdabu. Por lutju do të atij i cili derën e lutjes e ka lënë hap natën, ditën, çdo kohë. Allahu xhaleshanuhu mërzitet edhe zemrohet nëse ti e lën lutjen, e nëse i lutesh të birit Ademit njeriut, ai mërzitet nëse i lutesh shumë, subhanallahu, e kundërta komplet. Ku janë ata cilët e kanë raportin e mirë me Allahun xhaleshanuhu me lutjet e tyre. Ky është muaji i lutjeve. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ajetet e agjërimit, pastaj Zoti xhaleshanu futi lutjen mes dhe e mbylli prapë me ajetet e agjërimit, sikur desh na tho se pjesë shumë e rëndësishme në këtë agjërim që të krijosh një raport të mirë, duke e shfrytzuar momentin pra, që është një ofertë shumë e madhe Ramazani, krijosh një raport shumë të mirë në lutjen tënde me Allahun xhaleshanu. Shfrytzoje lutjen, lidhu me Zotin tënd në Ramazan, sepse lutja në Ramazan ka shije akoma më të bukur se sa në çdo kohë tjetër, elhamdulillah. E nëse të pyesin ty o Muhammed, robët e mi për mua, thuaj jam afër, jam pranë, i përgjigjem lutjes së atij që më lutet mua. I përgjigjem lutjes së atij që më lutet mua, siç thot Zoti xhaleshanuhu. Në tekstet fetare, neve na tregojnë në raste që ka pas njerëz cilët këtë raporte kanë pas shumë fort me Zotin e tyre. Sa që i luteshin Allahu xhaleshanuhu për gjithçka, e Zoti xhaleshanuhu ja pranonte, i shifshin edhe njerëzit. Imagjino ti duke u lutur dhe ndjehesh bukur, ndjehesh mirë, ndjehesh të plotësohet edhe të ngopet ty shpirti edhe zemra, duke u lutur vetëm duke i menduar këto gjëra. Po kur të shikosh shenjat e përgjigjes të cilat vijnë prej Allahut xhaleshanuhu, është mrekulli vallahi. Unë gjithmonë e kam thënë edhe e them, lutja është një nga argumentet e ekzistencës Allahut xhaleshanuhu, e të plot fuqishmit Zot. Kur e lut Allahun xhaleshanuhu dhe ai të përgjigjet, ti merr një nga argumentet më të forta që i jep ushqim edhe i jep jetë zemrës edhe besimit tënd. E lut Allahun xhaleshanuhu të na falë, të na mëshiroj. Amin. Të nderuara xhamatllin, vëllezër dhe motra, lutja nuk ka limit. Ato mund ta bësh në çdo lloj kohe, 24 orë, në çdo lloj momenti, kur ta doj zemra dhe shpirti. Madje kur ta ndjej ty shpirti jot, në çdo orë të natës edhe ditës. Ama neve profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar se në Ramazan neve kemi disa momente që lutja është e pranuar. Dhe ne duhet i shfrytëzojmë këto kohë dhe duhet që ti përdorim për mirë këto mundësi që na i dha neve Allahu xhaleshanuhu, këto oferta hynore. E para, mos e harro kurrë lutjet që janë kohën e iftarit. Çdo ditë që do çelesh iftarin, me atë gëzimin që na ka thënë profeti alayhi salatu wasalam në kohën e iftarit, një lutje le të ngrihet për ditë prej teje tek Allahu xhaleshanuhu. Dhe 30 ditë Ramazanit, sot është dita e dytë, sikur nga një lutje, nga një hall, nga një siklet, nga një dëshirë që ke, nga një kërkesë, imagjino, ti pranon Zoti xhaleshanuhu gjitha vallahi. Lutje tjetër që është shumë e bukur, është lutja për syfyr, wal mustaghfirin bil ashar. Ata cilët lutën kohën e syfyrit, kërkojnë falje në kohën e syfyrit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, në çdo ditë dhe në çdo natë Ramazanit ka lutje të pranuar për besimtarët. Imagjino edhe 30 të tjera për syfyr, bën 60 lutje. E nëse një besimtar i shfrytëzon këto momente, pra 60 momente në muajin e Ramazanit, vallahi edhe hallet e veta i zgjidh. Po edhe bëjmë lutje për njëri tjetrin, e kujtojmë njëri tjetrin që Zoti na pranoj Ramazanin, që Zoti na falë, na mëshiroj. Nëse dikush prej nesh ka një hall, të lutemi, nëse nuk e ndihmojmë dot me diçka me vlerë monetare ose me mund fizik, të paktën kujtojmë njëri tjetrin me lutje dhe themi, o Zot, largoja atij hallin e sikletin që ka, o Zot, ndihmoje ja Allah. E kështu do lidheshim edhe më fort dhe ishim edhe më të mirë me njëri tjetrin. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që neve të na i pranoj lutjet e Ramazanit.
E lusë Allahun xhaleshanu që neve në këtë Ramazan, siç na e mundsoi që t'ja arrim, ja Rabbi, o Zot, ti që dëgjon lutjet tona, na e mundso për kushtimin e Ramazanit, adhurimin e Ramazanit, përgjerimin e zemrës dhe për uljen e shpirtit, o Zot, këtë Ramazan. Na bëj më të mirë neve, ja Allah, në këtë Ramazan. O Zot, na bëj neve për atyre të cilët i marrin ofertat hyjnore dhe i shfrytëzojnë ato, ja Allah, për të mirë, për të ecë tek e mira dhe për të avancuar tek e mira. Dhe të afrohemi edhe më shumë e të ngrihemi në gradë tek ti, ja Allah. Dhe bëhemi më të mirë me njëri tjetrin, bëhemi më të mirë për vendin ton, bëhemi më të mirë, ja Rabbi, për jetën ton, gjithë secili për veten e vet. O Zot, ty të lutem, ja Allah, siç na mundsove arritjen e këtij muaji, na i mundso dhe shpërblimet e plota të Ramazanit e dalin për këtij Ramazani, ja Allah, me faljen edhe me mëshirën tënde edhe me kënaqësinë tënde. O Zot, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Vëllezër dhe motra, në çdo ditë mbas namazit drekës lexojmë 20 faqe Kur'an, që inshallah në fund Ramazanit ta kemi kryer gjithë leximin e Kur'anit. Ai që dëshiron çdo ditë mbas namazit drekës, me gjithë hafizat lexojmë Kur'an. Zoti ju nderoft.